Në pikun e verës, shumica e qezmave në fshatin Strimnic të komunës së Zhelinës janë të thata. Banorët shprehen të revoltuar se kjo krizë po përsëritet çdo verë, ndërsa akuzojnë autoritetet lokale për neglizhencë të kahershme. Që një javë, të kazi drejtë, që një javë, unë jam nalë, s'kom asë uja s'ko gjanë. Parët i lipin, a ujtin kur donë ato. E më thënë kush i ka fajt i ka një fajt këtë, s'ka asë tja ka tonë dhe asë kur gjanë s'ka. Me ujtin unë e shkoj, unë e përpaj mbushin sheja, përpaj nuk banë hiq. Analizat i bajnë kursëm, a gje me rena. S'ka, hiq, unë e përpasra, hiq, tash përpaj, unë e mbushin sheja që fabrika. Nuk kanë pa njërët të mbushë ujtë. No, për herë ka pas bëdjem problem, për herë ka pas, për herë. Nuk sot, si e ka marrë komuna, për në përpara kishe një privat një gjijoni, i ka të ndarë qak i ka të ndit, a e mbante, si ponte e pagunte këtë me të vetat, shu ujë nuk i tintese. Si e ka marrë komuna, shë 10 vjeta sa ka... Nëse komuna, po, ku do që t'jenë banorët, shumë normal është, vere i ka sfidat e veta dhe ujë hargjot më shumë, ardhja e gurbetive që vjenë, siguri se shtonë më shumë nevojen shpenzim të ujit, edhe të vinë me ditë të numëruara. Tunë t'i kënë të gjitha nevojet që u plezësi dhe mos për ujtin, po tash... Nga ndërmarrja publike komunale e Zhelinës arsyetohen se fajin për këtë ndërprerje kishte kapaciteti i pamjaftueshëm i pompës së vjetër, megjithatë menaxhmenti premton zgjidhje të shpejtë përmes një investimi të ri. Pjesa e pompës që e kena pat funksion deri tash, ka qenë ndoshta nuk i ka arrit kapacitetet e veta që a dasht të furnizojë krejt Strimnicën, paqëtërisht është dasht të vendojmë një pompë të re. Mirë po projektin e kena pat të gatshëm dhe çështja ka qenë procedurale që është vënë deri tash. Mirë po më në fund e vënë në funksion edhe bunarin e ri të projektit të ri që është e uji i pishëm. Është në funksion çfarë bunari sepse banorët prap pa ujë. Dje kena punu 24 orë me punëtorët e ndërmarrjes dhe kena funksionalizu pompën e re. E kena pastru bunarin për shkak të papastërtisë që ka qenë, edhe për atë nuk kena mund të lëshojmë në te qytetarët shkoje. Sot, mbas krejt punës që banë punëtorët e ndërmarrjes, dhe sot do kenë ujë të pishëm si cila shtëpi në fshatin Strimnic. Për shkak të dështimeve të 1/5 të rrjetit publik për të furnizuar të gjithë fshatin, pjesa më e madhe e banorëve të Strimnicës kanë gjetur si zgjidhje hapjen e puseve në përoboret e tyre. Ditët në vijim do të njoftojmë nëse pompa e re do t'jap fund hidhërimit 10 vjeçar të kësaj vatre banimi.